Mirëmbrëma dhe përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Data është 21 muaj është i parë viti 2026. Shumë çka sot në skenën politik bërse në Maqedoni, qofsh ajo që prek interesat e shqiptarëve apo popullsisë në tërësi të këtij territori, la në hije Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, posaçërisht debati ndërmjet Halil Snopçës dhe ministrit të punëve të brendshme Toshkovski. Dhe ja se çfarë ndodhi. Ta dëgjojmë në fillim e pastaj do komentojmë. Zoti Toshkovski ende nuk e ka marrë përgjigjen me shkrim në lidhje me atë që a e keni pranuar një SMS porosi nga kryeministri Mickovski, sepse nuk e zbatoni përdorimin e gjuhës shqipe në SMS porosit nga qytetarëve në Maqedoni në këtë testimin e Sitit. Normalisht, vetëm ditën e parë sipas statistikave, afër 14.000 qytetarë shqiptarë në shtetin tonë kanë pranuar SMS-e vetëm gjuhën maqedonase, me çfarë është shtyrë ligji për përdorimin e gjuhës shqipe që është drejt ligjore dhe kushtetuese. Ministrit Në ndërkohë, një nervoze pa parë e ministrit të punëve të brendshme, ta dëgjojmë e pastaj do i komentojmë të dia. Що не зборите за турський язик, еднаш ви да кажете еднаш. Еднаш. Че кажете ли еднаш бе? А я ще се кажем за албански. И сега ти ви отговорим на това прашение. Да, согласно закон. Сите акти кои што ќе излезат од Министерството за внатрешни работи ќе бидат согласно закон. Акти, господин Случи. Po pra, një nervoze pa parë. Dhe pse ishte kjo nervoz, unë nuk e di, por di vetëm një situatë. Deputeti i Aleancës për Shqiptarët, Halis Snopçe, sot në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, ngriti çështjen e mosbatimit të gjuhës shqipe në SMS porosit që dërgohen qytetarëve gjatë testimit të sistemit Safe City. Snopçe pyeti ministrin e punëve të brendshme Pançe Toshkovski nëse ka pranuar në një SMS nga kryeministri Kristian Mickovski lidhur me arsyeën pse njoftimet të dërgohen vetëm në gjuhën maqedonase, duke theksuar se rreth 40.000 qytetarë shqiptar kanë pranuar mesazhe vetëm në një gjuhë, çka sipas tij përbën shkelje të ligjit për përdorimin e gjuhëve të kushtetutës. Është thyrë një drejt ligjore dhe kushtetuese, theksoi Snopçe. Në përgjigje, ministri Toshkovski deklaroi se të gjitha aktet që dalin nga PB do të jenë në përputhje me ligjin dhe kushtetutën, por nuk dha një përgjigje të drejtë për drejtë. Pse SMS porosit janë dërguar vetëm në një gjuhë gjatë testimit? Ai shtoi se çdo akt që do të rezultojë nga PB do të dorëzohet në gjuhën e përcaktuar me ligj, duke e relativizuar çështjen e mënyrës së dërgimit të mesazheve. Gjatë debatit Toshkovski ju drejtua Snopçës edhe me tonë ironike, duke ja përmendur gjuhën turke, të cilën thon shkurt e shqip e flet edhe Snopçe si gjuhë mjedisi. Megjithatë, Toshkovski duhet të di se në kuvend ka deputet që përfaqësojnë komunitetin turk, të cilët ata duhet ta ngrejnë zërin. Snopçe është deputet i Aleancës për Shqiptarët. Rasti SMS-ve porosive të Safe City nuk është gabim teknik. Është provë funksionale një shteti që zgjedh cilin ligj ta zbatojë dhe cilin ta injorojë. Fakti është shumë i thjeshtë. Mira qytetarë shqiptar morën njoftime zyrtare vetëm në gjuhën maqedonase. Jo një ditë, jo një rast izoluar, por si praktik e planifikuar që në tezën e testimit. Kjo bie ndesh drejt për drejt me kushtetutën, ligjin për përdorimin e gjuhëve dhe parimin e barrisë qytetare. Pra, testimi i sistemit Safe City ka nxjerrë në pa një problem serioz institucional. SMS njoftimet nga qytetarë u dërguan vetëm në gjuhën maqedonase. Të nuk mund ta mohojë Toshkovski, duke nënshkëluar plotësisht gjuhën shqipe, nëse ai është gjuhë zyrtare sipas kushtetutës dhe ligjit për përdorimin e gjuhëve. Sipas të dhënave të përmendura në kuvend, dhe e tha edhe Snopçe, 40.000 qytetarë shqiptar kanë pranuar mesazhe vetëm në maqedonisht që në ditën e parë të testimit. Ky nuk është lapsus teknik, por vendim politik dhe administrativ, pasi sistemi është programuar dhe testuar paraprakisht. Po kush jep urdhër komitetit? Njeriu. Deputeti i ASH-s Halil Snopçe ngriti me të drejtë këtë çështje në seancë për pyetje parlamentare, edhe atë drejt për drejt, duke kërkuar përgjigje të qarta nga ministri i punëve të brendshme, i cili është ministri atij resori. Pse MPB nuk e zbaton ligjin për gjuhët dhe a ka pasur udhëzim nga kryeministri Kristian Mickovski për këtë praktikë përjashtuese? Në vend të një përgjigje konkrete e ministrit Toshkovski u fsheh pas terminologjisë juridike, ju nuk jeni jurist, duke përsëritur se aktet e MPB-s do të jenë në përputhje me ligjin. Pas sqaruar nëse SMS porosit konsiderohen apo jo akt zyrtar dhe pse ato nuk janë dërguar dy gjuhëshe, pra. Pas sqaruar nëse SMS porosit konsiderohen
apo jo akt zyrtar dhe pse ato nuk janë dërguar në dëgju. Më shqetësuese se herë ishte relativizimi politik i problemit. Toshkovski tentoi ta devijoj debatin duke përmendur gjuhën turke, edhe pse çështja nuk ishte bënte me përjashtimin e komuniteteve të tjera. Snopshe nuk tha për përjashtim të komuniteteve të tjera. Përmendi atë për cilën edhe është i zgjedhur aty, për gjuhën shqipe, por me zbatimin e një të drejtë të garantuar për shqiptarët. Kjo sjellje përforcon dyshimin se ne më bëhet një qasje selektive ndaj ligjit. Kur bëhet fjalë për teknologji, sisteme digjitale dhe komunikim masiv, gjuha shqipe trajtohet si opsion, jo si detyrim kushtetues. Ndërkohë, pyetja tjetër e Snopshes për të ardhur nga testet gjova të anashkalua, ministri zgjodhi të flasë për uljen e aksidenteve vdekëruese pa dhënë asnjë shifër konkrete financiare, duke ngritur dyshimin për mungesë transparence në fazën e testimit të projektit. Pra edhe njerë, rasti Safesiti nuk është çështje teknike, por test real të barazisë gjuhësore dhe funksionimit të shtetit ligjor. Derisa institucionet shmangin përgjigjet dhe relativizojnë shkeljet, përgjegjësinë politike mbetet e padrejtuar. Çfarë bën Vleni? Dinte vetëm të kritikoj BDI-n se ata. E tash ju jeni ata. Po bëhet viti i dytë, Safesiti përshëndrohet nga projekti sigurie në instrument testimi të reagimit politik të shqiptarëve. Pyetja është e thjeshtë, a do pranohet një gjë dhe një drejt kushtetuese të trajtohet si çështje ditësore, ndërsa praktika shtetërore funksionon një gjuhëshe. Por ka një rrjedh tjetër son. LSDM-ja nuk do votoj kalimin në kuvend të këtij ligji për Safesiti. I ka arsyet e veta. Pra dhe njerë, kjo nuk është çështje teknologjie, është çështje pushteti, mentaliteti dhe mungesë llogaridhënie. Në një shtet ligjor, ligji zbatohet që në testim, jo vetëm kur imponon detyrime dhe gjova për qytetarët. Kjo ishte se përket, por më ka befasuar zëri dhe toni aq ngritës i ministrit. Për çka se është ministër? Edhe ai një ditë do të përgjigjet nëse ka bërë ndonjë shkelje, siç kanë bërë shumë të tjerë. Kush është Artan Grubi tash? Kush Nikola Gruevski? E kështu me radhë. Pra, gjithandej vazhdojnë çështjet në Maqedoni, të mbeten vetëm një anshë. Prokuroria ka njoftuar sot se ish avokati i shtetit, Stafa dhe gjykatësi Ristov, të cilët i gjetën 350.000 euro në shtëpi te prindrit e tij, po dyshohen për 2 vepra të rënda penale. A thua vetëm për 2? A thua vetëm për 2? Nuk është okej, por ne këtu vazhdojmë, sepse Nikolovski tha sot, ministri i transportit dhe lidhjeve, për vazhdimin e ndërtimit të autostradës Shkullac, po pritet miratimi i kredisë nga Banka Botërore. Pra rini rahat, nuk ka gjë nga kjo, edhe si vjet. Po ashtu ka folur për korridorin 8, ka filluar ndërtimi i aksit rrugor te Gostivar dhe Gostivar Bukoqan. Unë çështë një ditë e shpreha një dyshim. Askund nuk fillon të ndërtohet shtëpia prej kulmit dhe të shkohet te poshtë. Beti ende enigm. Çka përfaqëson, cilin korridor e përfaqëson autostrada Kërçov-Ohor? Unë të ju përshëndes, ishit në podcastin Mesut Shabani, unë jam Mesut Shabani dhe bëni subscribe, mos e shtë ngoni dorën.